Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinab. Allahu jalla wa ala falenderojm, salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojm mi familjen e tij, mi shokët e tij dhe mi gjithë ata cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Përpara se të vazhdojmë me temën rreth së cilës duhet të flasim, duhet ta ndaj me ju një shqetësim, i cili shqetësim ka të boje me mu, po edhe me musliman tjerë, sidomos trit. Shqetësimi për cilin jam të folë, vëllezër, është një kundërshtim i qartë i një ndalese të cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka përmendur në librin e tij, kur tha ai Gjelle Gjelaluhu: "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Dhe thoju besimtarve që ti ulin shikimet e tyre dhe ta ruajnë nderin e tyre. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka përmend uljen e shikimit për besimtarët, pastaj e ka përmend të njëjtën gjë për besimtarët, me qëllim të mbrojtjes së diçkaje e cila konsiderohet tepër e shtrenjtë dhe tepër e madhe tek Allahu, ajo është nderi i njeriut. Andaj Allahu tha: "Thoju atyre që ti ulin shikimet dhe ta ruajnë nderin e tyre." Allahu Gjelle Ala e ka lidhur mbrojtjen e nderit me uljen e shikimit. Si me thanë, e kuptimi i kundërt i kësaj, ai që nuk e ruan shikimin e tij dhe lëshon shikimin e tij aty ku është ndaluar, ky njeri nuk e ka ruar nderin e tij, ose ky mos kujdes do ta shpijen atë në mos ruajtje ose shkelje të nderit të vet. Pse e përmendi këtë, vëllezër? Sepse ne jetojmë sot me një kohë kur aksesi deri tek harami është shumë i lehtë. Të gjithë ne kemi pajisje elektronike. Dhe gjithë këto pajisje elektronike, qofshin forma të tableteve, qofshin forma të telefonave, qofshin forma të laptopave, qofshin çfarëdo lloj forme. Aksesi deri tek këto pajisje është shumë i lehtë, aksesi deri në internet është shumë i lehtë, dhe rrjedhimisht aksesin deri tek gjërat e ndaluara në aspekt të shikimit dhe dëgjimit bëhen shumë të lehta. Dhe nevoja për ta përkujtuar njëri tjetrin, vëllezër, për ta ruar shikimin tonë është shumë më e madhe se sa në të kaluarën. Sot njerëzit bëjnë scroll, shqip nuk e di si i thojnë, bëjnë scroll duke shikuar çmos në rrjete sociale. Dhe askush ose pakica e pakicës e ruan shikimin e vet. E scrollën 1 dhe 2 dhe 3 dhe qindra pamje të ndaluara, duke mos menduar në pasojat e këtyre pamjeve, në imanin e tij, në mendjen e tij dhe rrjedhimisht në nderin e tij. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu për disa prej njerëzve në ahiret: "Kella innahum 'an rabbihim yawma idhil lamahjubun." Asesi, ata atë ditë do të jenë të ndaluar nga pamja e Zotit të tyre, ose do ketë perde mes tyre dhe Zotit të tyre Gjelle Gjelaluhu. Dhe kjo ndales e pamjes Allahu Gjellu Ala vlen për atë i cili s'ka qenë besimtar, por vlenën dhe për dikë i cili ka merituar një lloj ndëshkimi nga Allahu Gjellu Ala. Dhe shpesh ne kur duam që ta bëjmë veten të abstenon nga lëshimi i shikimit, e mendojmë dënimin që ka përgatit Allahu për ata që sruhen në këtë dynja nga shikuarit në haram dhe nga vepruarit haramit. Dhe kjo deri diku është mirë, po non stop kjo doze të menduarit dënimit e sheh që me kohë më nuk i bën dobi nefsit tant. E mendon një herë zjarrin e xhenemit, dhe 2 herë dhe 3 herë dhe 5 herë, dhe mbas disa vjetëve ki e shikon haramin, po i shkon ndërmend, po dënimi i xhenemit, pa hajde inshallah se 300 herë kom bërë. Që 300 herë kam pa pamje pornografike, punë e madhe. Që jam të vazhdu të jetoj, në mënyrë normale, pas një pasoj, pas një problem, pas një kurgja. Duke haru që Allahu Gjellu Ala është e raqib.
e mbikëqyr çdo lëvizje të tij dhe e lë atë që të vepron dhe të punon me mbikëqyrje precize të çdo gjëje që e bën, çdo sekonde që e përjeton, çdo shikim që e lëshon, çdo dëgjim që nuk e ndal dhe nuk e bllokon, çdo gjë. Allahu është alim për atë që e bën ai, i gjithdijshëm, mirë i informuar, khabir te bareke ve teala. Të parët tonë thoshin kështu vëllezër. Njeriu i rëndomt kur e vepron haramin mendon tek dënimi. Dënimi, qofse e boj kët, mbohet kjo. Kurse njeriu i zgjedhur kur e bën haramin nuk mendon te dënimi. Në çka mendon ky? Te? Jo, ka diçka tjetër veç dënimit. A veç dënimi duhet na shkojë mendja kur bëjmë gjëna? Autoriteti kujt? I vet. Po tek Allahu. Mirë, po çka tek Allahu? Te hidhrimi. Kjo shumë e parafort me atë çka duan ta thon. Bravo Arbi. Kan thon njeriu i zgjedhur mendon tek qortimi i Allahut. Si me thon, paramendoje kështu. Allahu xhelle wa ala nuk dënon askë i cili e lëshon shikimin e tij në haram. Askë. Mirë, po do ta bëj që të qëndron përpara tij xhelle xhelalu në ditën e gjykimit dhe do ta pyet përpara të gjithë njerëzive. O robiem, pse e bane këtë gjyna në filan dite? A nuk t'i dhash syt dhe dëgjimin që t'i shfrytëzojsh në bindje ndaj meje? Pse me syt që unë t'i dhash dhe me dëgjimin që unë t'a dhash ti shkele kufit e mi? Pse me syt që unë t'i dhash dhe dëgjimin me cilin unë të begatova ti shkele kufit me cilat e hidhrove Zotin tënë xhelle xhelalu? Madje kanë thonë disa prej dietarëve. Njeriu i rëndomt mendon në dënimin e Allahut për një vepër të keqe që ai e ka bërë. I zgjedhuri mendon në qortimin që Allahu do t'ja bëj. Ndërsa të zgjedhurit prej të zgjedhurve, të cilët ne i quajmë muhsinin, nuk mendojnë as të parën, as në dytën. Mendojnë çfarë? Mendojnë në humbjen e kënaqësisë në ibadetet e tyre në dynja, kur ata e bëjnë një gjinah ndaj Allahu xhelle wala. Me fjalë tjera, nëse unë e lëshoj shikimin tim në çdo femër të huaj, nëse unë e lëshoj shikimin tim në gjithçka që Allahu e ka ndaluar, po unë si dhe dal t'i fali namazit përpara Allahut. Kur them unë Allahu Ekber, e të lidhem namazin tim, e të filloj me subhaneke Allahume wa bihamdik, si ky dhikr që unë e bëj, si do të mbën mu të ndjehem kur unë ditë e natë e kam shu shikimin tim në haram. Andaj këto janë tri lloj njerëzish. Nëse jipi të parëve, ti mendon vetëm për dënimin e veprës keqe. Nëse je prej zgjedhurve, mendon për ditën që do të qëndrosh përpara Allahut dhe Allahu do të qorton përpara gjithë njerëzve. Vallahi sot me na çit neve para një njerit me autoritet, besnik i mirë prej familje fisnike, e të na qortoje para gjithë dhe na kishart mbare. Ki betem qortoje? A unë e kumprau vitin kitën qortoje? Njeri si ti është. E ku përpara Allahut që njeriu të qëndron? E Allahu ta qorton për shikimin e atij. Për këtë shkak thash, kjo s'ka të bëjë me temën. Ka të bëjë me këtë shqetësim, me këtë gajle që sidomos e shoh sot të trit. Përhapje e pornografisë, përhapje e pamjeve të cilat mos quhen as pornografike, quhen normale në rrjetet sociale. Sa që njeri akademik, njeri i kulturuar dhe i shkolluar, e sheh se si i scrollon ato. E si kur këto nuk i ka ndaluar Allahu. Si kur këto e gëzojnë Allahun kur ne i shikojmë. E jo ta hidhrojnë Zotin ton xhelle xhelalu. Për këtë shkak vëllezër, këshilloj veten time, edhe juve që ta ruajmë shikimin ton. Është transmetuar se një prej dietarëve të mëdhej, nduket se shehu i Imam Ebu Davudit, autorit të Sunenit. Ne muslimanët kemi në hadith janë 6 libra të famshëm, kutubu sitte, 6 librat. 2 të parat janë Buhariu dhe Muslimi, i thonë 2 sahihat. Pastaj janë 4 librat Sunenet. Këto 4 sunene autorët të së cilëve janë kush? Ebu Davudi, Ibn Majah, Tirmidhiu dhe An-Nesai. Këto janë autorët e 4 suneneve. Thuhet që një prej shujuhve të Imam Ebu Davudit, Es-Sijistani rahimahullah, ka qenë dietar i madh
megjithatë Allahu e pat sprovuar me një gjuna. Me çfarë gjunahi? E kish pat shikimin të lëshuar në atë që është ndaluar. Po për ta kuptuar sprovën e atij, duhet ta kuptoni në rrethin në cilin ai ka jetu. Ai nuk ka pat rrjetet sociale tonët, ai nuk ka pat zhveshurinë që e kemi sot ne. Andaj Imam Shafiu kur ka shku dhe i është ankuar Vekiut, hoxhës së vet, për dobësimin e memorizimit, çfarë ka thonë? Shakautu ila Waki'i su'u hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala inna al-ilma nurun wa nuru Allah la yu'ta al-'asi. I thash Waki'ut, më është dobësuar hifzi dhe më tha lini gjunahet. Ajo që është transmetuar për Shafiun është se ka pa femër të një femnës. Femër. Sot askush se çollon femnën e një femnës. Hiç, s'duket kur gjë ajo. Koc pi kocajve. E Imam Shafiu thot kjo ma ka bo një disbalans në hifzin tim. Andaj ju ankova shejkhut tim dhe më tha që dituria është dritë, e drita Allahut nuk jep e gjunaqarit. E ky shejkhu i Ebu Davudit ka qenë i sprovuar me diçka të tillë, sikur sa që e ka bërë Imam Shafiu. Derisa është ka luftu me veten e tij, ka bo gjat me veten e tij. Vite të tëra që ta lë këtë gjuna dhe s'ka mund ta lanë. Një ditë prej ditëve ka qenë i njohur se Allahu ja pranon duan këtij njeriu. I ka thënë durt, o Allah, e luftova veten time sa munda. E ne mos mundi. Inni maghlub, e kam humb betejën, ma merr shikimin. Dhe Allahu ja mori shikimin. Sa që u lodh si i verbër vite të tëra. Dhe pas shumë viteve tha, o Allah, e ka marrë mësimin. Dersi u kuptu. O Allah, ma kthe shikimin. Thot dhe ja kthe, o Allahu shikimin. Nes jemi ky i cili bon dua, o Allah, merr ma shikimin, kthe ma shikimin. Megjithatë jemi si ata musliman të cilët duhet luftojnë me veten e tyre. Unë e di që sprovat janë shumëta. Unë e di që rrethanat kanë ndryshu. Megjithatë është i njëjti Allah xhelle xhelaluhu me të njëjtat parime që i ka zbrit për ata dhe për ne. E shpërblimin e din vetëm Allahu, si shpërblen xhelle xhelaluhu. Kthehemi në temën tonë. Ajo se ne kemi kaluar 5 vitet e para të hijretit pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam dhe kemi fol gjëra të cilat mendoj që na prekin shumicën prej nesh. Po kemi të kaluar disa ndodhime të cilat nuk kanë pa shumë vlerë përveç se vlerës historike dhe rënditjes kronologjike të ndodhive. Njëjtën do të vazhdojmë edhe më tutje. Do t'i lëm disa ndodhime të cilat ka vetëm rënditje historike për t'u fokusuar në disa pika tjera. Në vitin e 6 hijretit, mbaj mend këtë gjë. Viti i 6 i hijretit pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam është viti më aktiv në aspekt ushtarak. Nuk ka vit më aktiv në aspekt ushtarak se sa viti i 6 i hijretit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pse? Nga se i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam, mbasi u thyen aleatët pas betejës së Ahzabit, doli dhe tha el-an naghzuhum wala yaghzuna. Tash ne i luftojmë ata, e jo më ata neve. Ato s'kan mundësi të vinë me një Uhud tjetër, ata s'kan mundësi të vinë në një Khandek ose në një Ahzab tjetër. Tash ne jemi ata të cilët bëjnë sulm, jo pala tjetër. E nuk dihet në historinë e njerëzimit, dikush që i ka shfrytzuar rastet në dobinë e tij dhe në mirësinë e tij, ashtu siç ka bërë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kështu që pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam filloi më një herë me dërgesën e ekspeditave disa më të vogla e disa më të mëdha tek disa prej fiseve të cilët morën pjesë dhe ishin pjesë e ushtrisë së Ahzabëve nga 10.000 ushtar. Disa prej këtyre fiseve ishin fise të vogla, kështu që atyre duhej t'u tregohej vendi ku e kanë. E pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam taktizonte. Disa prej fiseve duhej që të tregohet qëndrim me ata me njëherë, të tjerë ndoshta nuk kishin atë rëndësinë politike dhe diplomatike në atë kohë, kështu që pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam armiqsinë kundër tyre do ta shtyej për më vonë. Lëvizjet kryesisht bëheshin përreth Mekës, me sinjal të qartë ndaj Kurejshve që ju o Kurejsh, ne jemi afër dhe ju s'keni mundësi që të bëni asgjë. Deri tash pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk është afruar Mekës, nga se ai nuk e ka prit këtë trajtim nga ana e Kurejshve. Armiqësia ka qenë e butë. Mirë po pas rrethakimit të gjatë të Ahzabit,
tashmë lufta mes muslimanëve dhe Qurayshëve ishte luftë e madhe, sepse edhe në luftën me Qurayshët kishin marrë pjesë edhe këto 10.000 ose 6.000 tjerë prej ushtarëve me të cilët u bën 10.000 ushtar. E para prej këtyre betejave do të jetë beteja kundër Banu Lihjan. Kush ka prezantuar na për derse duhet ta mbaj mend këtë emër. Banu Lihjanin e kina përmend sepse këta ishin fisi të cilët e patën tradhtuar Khubejb ibn Adi radhiyallahu anhu. Kush ishte Khubejbi? A mba mend dikush? Po? Khubejb ibn Adi ishte ai të cilin e lidhen në Tan'im, sot ku është Mesxhid Aisha. E i than, o Khubejb, a kishe pat qef që Muhamedi alayhi salatu wasalam të jesë vendin tënd, e ti t'jesh familjen tënde rahat? Çka tha ai? Jo s'kisha pat qef një fer ti ta ngacmon pejgamberin Allahut alayhi salatu wasalam. Kështu që me një prej betejave Banu Lihjan e tradhtojnë Khubejbin edhe shokët e tij dhe gjithë i vrasin. Dhe marrin Khubejbin në rob dhe dorëzojnë te Qurayshët dhe Qurayshët e kryqëzojnë në Tan'im dhe e vrasin dal nga dal. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam donte që të hakmerri më njëherë për Khubejbin. Megjithatë gjendja politike edhe armiqësia me Qurayshët nuk lejonte një gjë të tillë. Kështu që me thyerjen e aleatëve, domethënë në Ahzab, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam gjën e parë ose prej gjërave të para që do t'i bëj është të niset drejt Banu Lihjan në krye prej 200 burrave. Ai i cili do ta udhëheq këtë ekspedit do të jetë vetë i dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam. Do të niset në krye prej 200 burrave me 20 kalorës, Medinë do të lë ka elen Medinë përgjithësi. Muezinin, kush ish muezini? Abdullah ibn Umi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, ai do të jetë zëvendësi i pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do të niset në veri sikur niset për në Sirinë sot me Sham, që të kuptojnë kabilet që këta janë të shku për tregti në Sham. Mirë, po për një herë do të kthen rrugën për një jug dhe do të niset drejt Banu Lihjanit, të cilët jetonin afër Mekës. Dhe do të sulmon këtë kabile, por ama lajmtar do t'ju tregon atyre që Muhamedi me krye të 200 burrave është nis drejt jusht, kështu që ata do të marrin fëmijët, pasuritë e tyre, çka mund të marrin dhe do të nisin drejt majeve të maleve. Kështu që do të kërkojnë strehim nëpër majet maleve dhe ashtu do të ndodhe. Ato do të ikin, por do të lënë prap atyre bagtin, gjithë bagtin do ta lënë. E pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam do t'u merr gjithë bagtin dhe pasi t'u merr bagtin atyre do të afrohet afër Mekës. Dhe kjo është hera e parë që i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam pas hijretit afrohet afër Mekës. Ndërkohë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do të çet lajmin, do të përhap lajmin që këtë vit ne jemi të bë umre. Kush është të bë umre? Muslimat. Po tamam, si ka mundësi që muslimat bëjnë umre, ndërsa ju këto deri dje kanë ardhur në rrethakim 10.000 burra e kanë mbajtur në Medinë në rrethakim. Si bani umre? Ky lajm është përhap tek fiset dhe tek Qurayshët për një qëllim, për futjen e fitnes mes Qurayshëve dhe fiseve tjera. Pse? Sepse Qurayshët janë përpara dy opsioneve. Ose ta lënë pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam të bëjë umre, ose ta luftojnë. Nëse e luftojnë me këtë kanë thyer një ligj të cilin Arabët asnjëherë se kanë thyer. Ajo se nuk ndalohet nga kryerja e umres asnjë njeri. Pa marr parasysh kush është. Kush është në ihrame, është nis drejt umres, ky njeri ka drejt bëje umre. Kështu që Qurayshët kishin frikë që ta shpallin përpara fiseve tjera se ne do ta ndalim Muhamedit alayhis salam që të bën umre. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam me këtë lajm i vë Qurayshët në situatë tepër të vështirë përpara kabileve tjera dhe kështu do të ndodhe. Sikurse do ta shohim të ardhmen, ai do të niset në krye me 1400 ose 1600 burra për të kryer umren dhe asnjë prej fiseve nuk do të guxon që ta ndale. Po Qurayshët vetë do të marrin guximin që ta ndalin dhe si rrjedhoj do të bëhet ajo që ka njihet në histori si Sulh al-Hudaybiyah, marrëveshja e Hudaybiyes. Ka transmetuar Imam Bejheqiu në librin e tij Delail an-Nubuwa se kjo betejë ka qenë betejë e parë në të cilën është fal namazi i frikës. E keni dëgjuar namazin e frikës? Namazi i frikës ka tekst kuranor. Për të ka zbrit ajet
se si falet namazi i frikës, do me thënë namazi i njeriut i cili është në luftë. Megjithatë, shumica e dietarëve thonë që në kjo nuk ka ndodhur në këtë betejë, po ka ndodhur në ndodhitë e marrëveshjes së Hudejbiyes, sikur se do ta shohim inshallah taala. Çështja e dytë ose ekspedita e dytë është ekspedita e Ukashes radhiyallahu taala an. Ukashe ibn Mihsan. Ukashe e njohshëm, apo e kena përmendur Ukashen shumë herë në disa prej betejave, një prej trimave të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dërgoi tek një fis në një grup të vogël të sahabeve, njëjtë sikurse tek fisi Benu Lihjan, ata do të ikin nëpër majët e maleve, megjithatë do të lënë bagti dhe bagti të mëdha. Do të kthehet Ukashja në Medinë me 200 deve. Të gjithë këto fise, të cilët tash i targeton pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk i targeton se ato kanë bagti ose ato jetojnë mes Mekës dhe Medinës. I targeton pse? Bravo, se kanë marrë pjesë në betejën e Ahzabit. S'mund ju të merrni pjesë, neve të na bani 3 javë ditë në rrethakim. Dhe ajo që ju ndali juve për të hyrë në Medinë dhe për të na shpartallu, ishte hendeku, s'ka mundësi që kjo të kalon pa pasojë. Me do e mos të ketë çfarë? Pasojë. Dhe këtë e shfaqte pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam. E treta është ekspedita e Muhammed bin Meslemes, të cilën do ta vijon ekspedita e Abu Ubejde ibn al-Jarrah. Dhe në këtë ekspeditë sahabët do të humbin një numër konsiderueshëm të sahabeve. Herën e parë pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam do të dërgon tek disa prej fiseve të Gatafanit 10 sahabe, 10 kalorës në krye me Muhammed bin Mesleme, duke menduar që përgatitja e fisit në të cilin janë nisur është përgatitje e dobët, mirë po do t'i gjejnë ata të gatshëm dhe në prit do të binë sahabët. Në kurth. Dhe kur do të sulmon Muhammed bin Mesleme, atje do t'i presin 100 burra. Dhe pas një kohë luftimi, 9 prej sahabëve do të vriten, do të mbetet gjallë vetëm udhëheci prej tyre, ai është Muhammed bin Mesleme, i cili do të plagoset dhe do të duket se është i vdekur, dhe do të vjen armiku, do t'i zhvesh prej teshave të tyre, nuk do t'ju lë as tesha, as kurrë, gjitha xhanet vamare, dhe pas një kohë do të kalon një musliman rreth xhenazeve të tyre dhe do ta gjejnë Muhammed bin Mesleme gjallë. Do ta merr Muhammed bin Meslemen dhe do ta dërgon në Medinë dhe pas një kohë të shkurt pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam për shkak të kësaj që ndodhi me Muhammed bin Meslemen dhe shokët e tij, do të dërgon një njësi tjetër në krye me Abu Ubejden radhiyallahu ta'ala anhu, dhe të cilët nuk do me thonë nuk do të luftojnë, nuk do të ketë luftim mes të dy palëve, vetëm se do të mbetet një plaçkë e madhe luftës në duart të sahabeve në krye me Abu Ubejden radhiyallahu ta'ala anhu. Ekspedita e katërt është ekspedita a u lodhet me ekspedita. Viti i 6 ka më shumë se 4 ekspedita, shumë më shumë. Këto gjiceki vlezër nuk është vetëm për thonë thash, e kam përsërit disa herë, nuk është për të vërtetuar një ndodhi historike dhe rënditje të bëjna kronologjike këtyre ndodhive. Ja, është e vlezër për të kuptuar që jeta e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë jetë e një monarki, një mbreti i cili ka jetuar në rehati. Ja, çdo lëvizje diplomatike, politike, ushtarake ka pat mund dhe sakrificë, ka pat shumë lodhje. Ti dërgon 10 veta prej tyre kthehet vetëm Muhammed bin Mesleme. Kjo është e lehtë për dika? Shumë e rëndë. Dhe shumica e këtyre fiseve janë fise të cilët kanë tradhtuar dhe kanë thyer marrëveshjen me pejgamberin Allahut alayhi salatu wasallam. Ekspedita e katërt është ekspedita e Zeid ibn Harithas radhiyallahu ta'ala anhu, i cili do të niset në krye të 170 burrave. 170 kalorës, jo 170 ushtar të thjeshtë. 170 kalorës. Pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam do ta dërgon Zeid ibn Harithen për t'ja prer rrugën një prej karavaneve të Kurejshve, të cilët ishin nis nga Shami për Mekë. Në krye të karavanit do të jetë Abu al-As ibn al-Rabi'. A keni dëgjuar dënia? E keni dëgjuar, pa e keni harru. E kena përmend këtu. Abu al-As ibn al-Rabi' ishte dhëndri pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, burri i vajzës së tij Zeynep bintu Muhammedin alayhi salatu wasalam. Burri i Zeynepës. Abu al-As ibn al-Rabi' do të niset nga Shami me karavan dhe me sasi të madhe të argjendit të Safwan ibn Umejjes.
Ata e patën zgjedhur Ebul Asin për shkak të trimërisë së tij dhe për shkak të faktit që ai ishte njeri tepër besnik dhe tregtar. Kështu që do t'i japin atij pasuritë e tyre, shkon në Sham, tregto dhe hajde pasaj me të njëjtën tregti në Mekë. Mirë po pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do të dërgon të dashurin e tij, Zeid ibn Harithen, që ndalja rrugën, merr prej karavanit të tyre, sepse ata bëjnë tregti me pasuritë tona, që na kanë marrë në Mekë dhe hajde në Medinë. Edhe kështu do të ndodhe. Zeid ibn Harithe me 170 kalorës. Kjo nuk është paramendu të sahabet 170 kalorës, po është paramendu 170 burra me 5 kalorës, me 7 kalorës, me 20 kalorës, po 170 kalorës, kjo është ushtri e fortë. Kështu që do të merr Zeid ibn Harithe, do t'i zë rob Ebul Asin me gjithë shokët e tij, do ta merr karavanin, do të kthehen në Medinë. Ditën që kthehen në Medinë, pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam ndan plaçkën e luftës mes ushtarëve që kanë marrë pjesë në këtë ekspedit. 170 burra. Të gjithë marrin kaq, po pasuria ka qenë shumë e madhe. Namazin e sabahut të ditës së ardhshme, pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam merr tekbir. Allahu Akbar, namaz. Merr tekbir, thot transmetuesi. Mori tekbir pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam dhe mori tekbir xhamati. Than Allahu Akbar. Në momentin që morën tekbir, tha një grua nga pjesa e grave. Këtu vërteton dy gjëra. E para që gratë kanë dalë namaz sabahut në kohën e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, e dyta që gratë kanë pat vend veçantë për namaz sikur se kanë sot në për xhamia. Thot tha një grua nga pjesa e grave, unë i kam dhënë garant sigurie Ebul As ibn Rabi'a. Unë i kam dhënë garant sigurie, kjo është i sigurt, kërkush se ne preke. E pastaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dha selam, u kthy ka njerëzit, e tha, a dëgjuat atë që dëgjova unë? Than, po i dërguari i Allahut. Edhe ne dëgjuam atë që dëgjove ti. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, nëse keni dëgjuar atë që dëgjova unë, atëherë betohem në Allahun, betohem në atë në dorën e së cilit është shpirti Muhamedit, që unë nuk kam ditë asgjë për këtë që ndodhi. Se ajo që ngriti zërin ishte kush? Zejnebi. Ishte Zejnebi, vajza e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Tha, pasha Allahun nuk kam ditë se do të ndodh kjo gjë. Nuk kam ditë gjë. Por ama, pasi që ajo i jep garant sigurie, çdo kush prej muslimanëve ka të drejtë të jep garant sigurie kujt të doj. Muslimani më i thjesht, më i rëndomti, që në sezon kur gjon, del dhe i jep garant sigurie dikujt, ne e pranojna garancën që ai ja ka dhënë. Megjithatë, Ebul As ibn Rabi'a kishte diçka tjetër. Nuk lypte vetëm garant sigurie. Kishte shku tek bashkëshortja e tij, me të cilën ishte nda vite më parë, kur e kena treguar hijretin e Zejnebit për Medinë. Ebul As ibn Rabi'a ishte nda vite, por e kishte gjetë shtëpinë e saj në Medinë. Që tregon që robët që janë zënë Medinë në atë kohë nuk kanë qëndruar të lidhët. Kanë ecë në rrugët e Medinës, se qëllimi nuk ka qenë robëria, qëllimi ka qenë thirrja e tyre në din të Allahu xhella xhelalu. Shkon tek shtëpia e Zejnebes dhe i thotoi Zejneb, unë du dy gjëra. Të më japish garant sigurie, ti të më sigurojsh mua se nuk ndodhet kur gjë, dhe e dyta pasurinë që ma kanë marrë muslimanët ma kthejnë. Po kjo nuk është pasuria vetëm atij, është pasuria atij, edhe pasuria e atyre për cilët ai ka dalë tregtoje. Ai thot krejt pasurinë, thot po krejt pasurinë. Me çka ka, me deve, me karavan, me are argjente, mandashe, gjithat kthehen. E pastaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam shkoi tek Zejnebi, ajo i tha, o pejgamberi Allahut, ky njeri, nëse nuk japim garant sigurie se është i afërt, sepse e kishin të afërt në fis, atëherë jap garant sigurie se është baba i fëmijëve të mi. Është baba i fëmijëve të mi, çka ti bë? Burrë ka pat. E tha pejgamberi Allahu, tamam, çashtu qoftë. Po thot, duhet që t'ja kthesh edhe pasurinë të cilin ja keni marrë. Gjithat plaçk që e keni marrë duhet t'ja kthesh. E kjo e vë pejgamberin Allahu sallallahu alajhi wasallam me një lloj sikleti. Që ai del tash ta lyp pasurinë që dje ka shpërnda, ta lypi 170 burrave.
Kjo është haku i atyne. Kanë dalë dhe kanë rreziku jetën luftë për ta marrë atë pasuri. E tash ai lyp për me e kthy. E pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam i thirr 170 burra. E po ju thot kështu. Ky njeri, do me thonë Ebul As ibn Rabia, është një prej nesh, do me thonë është i afërt i jonë, është dhënë riem, sikur se e dini. E ju i keni marrë ati një pasuri. Thot nëse bëni mirë, e ja ktheni ati, atë që është e ti, kjo është për qefin tonë, thot pejgamberi Allah. Kjo na e bën qefin. Por ama nëse nuk pranoni, ajo është pasuria të cilën Allahu juve ua ka dhënë, ju jeni ma hakli për këtë pasuri se ai. Nëse e ktheni, mu ma bani qefin. Nëse se ktheni, është e drejtë e juj. U kry kaq. E po i tha dhe njanit pineve, a i do të thonte, a është farz, a sunet kjo është nejë. A bon të adime. Ku e kategorizon këtë? A në farz, a në sunet? Sahabet, radhiyallahu ta'ala anhu, pa pik hezitimi, hiq, thanë, ja Rasul Allah, po e bëjmë atë e cilat knaqë ty. Miniher. 170 bura, gjithë e kthejnë pasurin. Thot transmetuesi i hadithit. Ja kthyen të gjithë pasurin, sa që disa prej tyre sillnin kovat, me cilën ata ju kanë dhënë deveve të pinë, dhe litarin me cilin i kishin lidhur devet e tyre. Jo arin e argjendin më ndafshin. Kofën. Kofë zvlen 5 pare zbanaj. As në atë kohë s'ka ba sot. Gjën ma të lirë ja kanë kthy. E të kjo du të ndalem pak vlesër. Du të ndalem në mënyrën e qasjes së sahabeve ndaj qefit pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam. Kjo është qefi pejgamberit Allahut. Nuk është urdhër i prerë, ka thënë Allahu kështu duhet bërë dhe ndryshe s'ka. Tha nëse e bani, kjo ma bën qefin. Nëse se bani është e drejta ju jeni më hakli. E ta shti ndalu dhe analizo. Pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam, po lyp diçka prej teje, po të thot, kjo nuk është urdhër i Allahut. Allahu nuk të ka urdhru, ma dje Allahu ta ka dhënë të drejtën që ta bësh kështu si je. Ama mu ma bën qefin. Pejgamberit Allahut ja bën qefin. E sahabet, debatet e tyre nuk kanë qenë në nivelin a është farz a sunnet. Debatet e tyre kanë qenë shumë më fisnike. Çka është ajo që e kënaqë Allahun? Dhe çka është ajo që ja bën qefin pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam? Në këtë nivel ishin debatet e tyre. Debatet tona, a dola pivije, apo nuk dola pivije, janë debate të reja, sterile, të cilat nuk sjellin asnjë dobi. Debatet tona, më qëtë kjo pi dini, apo vazhdon të mbajen din, është debati një njeriu të pasigurt në veten e tij, i cili e ka dëbrisht raportin me Allahun xhella xhelaluhu. Sahabet, o zemrën sa animal. Zemrën sa animal. Ja Rasulallah, qefi të bëhet ty ta kthejmë pasurin. Pa vendohet kjo në pyetje. Min njëherë bëhet ajo e cila e kënaq pejgamberin Allahut alayhi salatu wassalam. Min njëherë, pa pik hezitimi, pa pik lëkundjeje. E kjo vlezër, nxjerr në pa edhe mënyrën e edukimit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ç'është kjo mënyrë? Nuk i edukonte sahabet në kuptime formale. Bane këtë se sunet është që kaq, po gjithë sunetu, o vlla, duhet ta bëjsh. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka eduku sahabet në nivel më të lartë se kjo. Nivel i cili të bën të sakrifikosh për dinin e Allahut. Nivel i cili të bën që t'japish përparësi qefit të dikujt ndaj qefit tant. E mendon qefi im të kundërshtohet me qefin tant? Qefit kujt jep përparësi? Qefi yt me qefin e vllaut tant, kujt jep përparësi? Sahabet, jo që i kanë dhënë përparësi qefit të pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam. Ju kanë dhënë përparësi qefeve dhe kënaqësive të tjerëve,
veç pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. A nuk e dëgjuar lëvdatën e Allahut për ensart e Medines, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, dhe i japin përparësi tjetrit, edhe nëse kanë nevojë për diçka vet ata, tjetrit i jep përparësi. E mos flasim më për qefin e pejgamberit Allahut alaihi wasallam. Në hijen e kësaj fisnikrie i ka eduku pejgamberi Allahut alaihi wasallam sahabët. Që niveli i tyre i debatit mos bret, u sos punë, unë farzet a i boj, po elhamdulillah. Kjo është nivel minimalist në kërkimin e kënaqësisë Allahu xhallahu ala. E pse me u bë minimalist në raportin ton me Allahun, kurse me u bë idealist në gjithë çka ka të bëjë me dynjan? Me dynjan du pallat, në dynja du gjithë çka më mirë, ama në ahiret mjafton farzet ti boj Allah. Mjafton mos dal pifeje, që kaq? E njeriu nëse jeton në këtë nivel, as mund ta paramendojë kënaqësinë që e kanë ndjerë këta sahabe, kur i kanë thonë pa pikë hezitimi pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, u kriju i dërguari Allah. Semi'na wa ta'na. Dëgjuam dhe respektuam, u bindëm. Kaq. Nuk ja thënë qejfin pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam, jo më urdhrin e tij sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj, Ebul As ibn Rabia merr gjithë pasurinë dhe karvanin dhe niset drejt Mekës. Kur shkon në Mekë, ata e lëvdojnë për trimërinë e tij edhe për diplomacinë dhe aftësitë e tij, e si kish mundësi që të zonë, të ta marrin karavanin, e ti me këto aftësitë tua dalish edhe 1 dinar mos të ta marrin. Si është kjo e mundshme? Ebul As ju tha, i keni gjithë pasuritë tua të cilat i keni shkruar, po. A i murët gjithë pasurit tua? Thanë po. Fa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. To i thanë u banë musliman? Tha nuk u bana musliman në Medine, nga Afrika mos thoni ju që unë jam tradhtar. A vjen dikush mu të më thosë e tradhtar? Nderin tim, unë ta në përkëmbi, jo, kam ardhë dhe kam shku në Medine, kam lyp garant sigurie. Pastaj kam lyp karavanin tuj, pastaj kam ardhë deri këtu, dal faqe bardh, i ndershëm, dhe t'ju tregoj juve, dhe atyre që unë s'kam frikë prej askujt, dhe se Allahu është një Zot i vetëm xhallahu ala, e Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Disa muaj më vonë, Ebul As ibn Rabia do të shkojë muhajiran ila Allahi wa rasulihi. Do të bën hijret drejt qytetit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ebul As ibn Rabia ishte baba i 2 prej fëmijëve të Zejnebes, ose 2, një nib dhe një mbese pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahmana e dish emrin e këtinve? Nuk këtë se dish, a? Ja, Ibrahimi është djali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nipi dhe mbesa. Nipi emrin e ka Ali. Sikur se Ali radhiyallahu. Kjo është Ali ibn Abil As, ibn Rabia. Ka qenë i vogël kur ka ndru jetë, dhe ka ndru jetë në kohën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. E ka varros pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam Aliun. Dhe ditën e çlirimit të Mekës e pat hipur në mushkën e tij alaihi salatu wasalam gjatë hyrjes së tij në Mekë. Aliun djalin e Ebul Asit. Ndërsa mbesa ishte Umame. A keni dëgju Umamen? Umame është mbesa e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ajo kishte jetuar gjatë pas pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam dhe është ajo të cilën e pat bart i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam në një prej namazeve të tija nafile në krah. Hadithi është i njohur, hadithi i famshëm. Umamete ishte një ndër njerëzit më të dashur tek i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam. Ekspedita e 5 dhe e fundit është një ekspeditë të cilën po ashtu e dërgon pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në krye me Zeid ibn Harithen në një vend që quhet Taraf. Edhe Zeid ibn Harithe radhiyallahu ta'ala anhu nuk niset sikur se herën e kaluar me 170 burra, po niset me 15 burra, vetëm për t'i treguar armikun nga dishmërinë e ushtrisë së Medinës, që më tash ushtria e Medinës nuk e pret armikun Medine, por është e gatshme që të del edhe jashtë Medinës që t'i mbron interesat e tyre. Për ndodhi tjera të vitit të 6,
Do vazhdojmë inshallah taala ligjëratat e ardhshme, për shkak se në vitin e 6 thash kemi çështjen e Hudejbijes dhe kemi ndodhi tjera të cilat lidhen me disa prej këtyre ekspeditave që do t'i dërgoj dërguari Allahu te alayhi salatu wasalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu